Për pranin këtu në studio, natyrisht flasim për garën zgjedhore dhe për kandidimin tuaj. Nuk është që keni qenë shumë aktiv vitet e fundit, zotja Askuka, rikandidoni sërish për deputet. Pse kjo heshtjen në kuptimin e mos aktivizmit në politik dhe rikthimi? Realisht, kam qenë, ose jam antar i kryesisë së lëvizjes vetëvendosja, në atë aspekt kam qenë aktiv, po roli im në Universitetin e Prishtinës si profesor dhe si udhëheq si departamentit të psikologjisë në 2 vitet e kaluara, do të thonë normal që më ka orientuar pak më shumë në aspektin akademik edhe në projektet që kanë të bëjnë me hulumtime, me publikime, andaj do të thonë më shumë kam qenë. Edhe paraqitjet publike kanë qenë më të rralla, andaj. Po, normal. Edhe disa paraqitje që i kam pas, më shumë në rolin tim si profesor i psikologjisë. Dhe tash për garën për deputet si po ecën takimet me qytetarët, pritjet e juaja, zotëj Askuka? Përgjithësi atmosfera ose pritjet e qytetarëve janë mirë, domethënë kemi shumë takime, shumë aktivitete. Sot kemi filluar programin nga ora 8:30, faktikisht në mëngjes, me takime me qytetarë, me biznese, me organizata të ndryshme, duke ndëgjuar hallet e tyre, por në të njëjtin kohë edhe duke prezantuar programin ton qeverisës për 4 vite të ardhshme. Edhe në fund të ditës kemi pasur edhe 2 tubime në Prizren, ku njëra në fshatin Korish, tjetra në Gjonaj, në Has. Një kohë e madhe në vetur, duke lëvizur nga një vend në vendin tjetër, po në të njëjtin kohë edhe duke takuar qytetarë të rëndomtë në punën e tyre përditshme, në kafeteri, në vendet ku ata qëndrojnë, ashtu që të bashkëbisedojmë edhe për të shikojmë çka mund të përmirësojmë, çka mund të bëjmë më mirë në 4 vite të ardhshme. Pasi të flasim për programin e vetëvendosjes, do ta diskutojmë këtë vendimarrje të qeverisë në detyrë që kishin paraprakisht edhe në kronik sa i përket ndarjes së 100 eurove për fëmijët dhe pensionistët vetëm 2-3 ditë para datës së zgjedhjeve kjo vendimarrje. Opozita po e quan blerje vote. Kjo do të ishte ashtu nëse vetëm si vjet do të bëj, por kjo është bërë në 4 vitet e kaluara, që nga pandemia Covid qeveria ka qenë gjithmonë afër qytetarëve të Kosovës, sidomos atyre që kanë më së shumti nevojë. Ne dimë që familjet që kanë më shumë fëmijë edhe familjet të cilët, domethënë se personat të cilët janë më të moshuar, janë më të rrezikuar në aspektin financiar, edhe mendoj që kjo është e çelluar. Aspekti tjetër është që është rritur buxheti i Kosovës. Domethënë ne dimë që buxheti i Kosovës në vitin 2020 ka qenë 2.2 miliardë euro, ndërsa për vitin e ardhshëm buxheti i Kosovës është 4 miliardë euro. Andaj rritja e buxhetit edhe mundson këto, domethënë të themi shtesat që i japen kategorive të caktuara të cilët domethënë meritjen